Përshëndetje të dashur nxënës, po fillojmë me orën e radhës nga lënda e matematikës. Njësia apo mësimi i ri sotshëm është tabela e ngjarjeve, datë 28 maj 2020. Të gjitha ngjarjet e mundshme të dy ngjarjeve të njëpasnjëshme mund t'i shënojmë në tabelë. Shikoni, të gjitha ngjarjet e mundshme të dy ngjarjeve të njëpasnjëshme. T'japim një sqarim, dy ngjarje të njëpasnjëshme kur ndodhin. Pra, për shembull konkret kur i hudhim dy para, dhe ata dy para ka mundësi që të dyja të binë nga stema, të dyja të binë nga numri ose njëra të binë nga stema, njëra nga numri. Pra, këta janë ata ngjarjet e mundshme të dy ngjarjeve të njëpasnjëshme. Mund t'i shënojmë në tabelë. Kjo tabelë me të gjitha ngjarjet e mundshme pra quhet tabela e ngjarjeve. Pra tabela e ngjarjeve. Më konkretisht do ta shohim nëpërmes një shembulli. Ja, njëkohësisht hidhen një kub i kuq dhe një kub i kaltërt. Kub apo guzari, që i ka numrat prej 1 deri në 6. Ja, unë këtu i ka marrë të bardhë të dytë, mirë po, shikoj, njëri është i kuq, tjetri është i kaltërt. Në tabelë të ngjarjeve do t'i paraqesim të gjitha ngjarjet e mundshme. Të gjitha ngjarjet e mundshme. Pra kjo është aspekti teorik, kështu nuk është e thonë të na bijë në praktik, mirë po ashtu si mendojmë ne. Shikoni, në rreshtin horizontal kam marrë mundësitë e ramjes së kubit të kuq, ndërsa në rreshtin vertikal kam marrë mundësitë e ramjes apo pozicionit të kubit të kaltërt. Po shihni 1, 2, 3, 4, 5, 6, pozicionit të kubit të kuq, mirë po i kemi edhe pozicionit të kubit të kaltërt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhe ta shikoni, të gjitha këto janë pozicionet e mundshme. Shembulli i parë, kemi 1, 1. Pra, edhe i kaltërti edhe i kuqi është 1, 1. Shembulli i dytë, i kuqi 2, i kaltërti 1. Shembulli i tretë, i kuqi 3, i kaltërti 1. Shembulli i katërt, apo hudhja e katërt, i kuqi 4, i kaltërti 1. Hudhja e pestë, i kuqi 5, i kaltërti 1. Hudhja e 6, i kuqi 6, i kaltërti 1. Ta shkalojmë hudhjen tjetër e radhës. Shikoni tash kemi 1, 2, do të thonë i kuqi 1, i kaltërti 2, pastaj kemi 2, 2, 3, 2 e kështu me radhë. Shumë lehtë e kemi edhe të marrim numrin e përgjithshëm të hudhjeve. Shikoni, 6 mundësi janë të gurit të kuq apo të kubit të kuq apo zalit të kuq, dhe 6 mundësi të tjera janë të kubit të katërt, që kur i shumëzojmë na bie se kemi 36 mundësi, 36. 6 kënde kemi 6 rreshta nga 6 kemi 36, apo 6 kolona nga 6 bën 36. Ja, kjo është tabela e ngjarjeve nga hudhja e dy gurëve të zarit, njëri i kuq, tjetri i kaltërt. Po tash, mbani me mirë, kjo është një nga hudhjet ferr. Në qoftë se kujtohet nga orët e kaluara, do një herë apo shpesh herë, nuk na dishin kështu rezultate të pritura. Kjo është nga hudhjet ferr. Mos pritni ju në praktik, gjithmonë t'ju dalin ta rezultate të njëjta. Shembulli 2. Njëkohësisht hidhen dy ferr kube, pra sipas asaj që paramendojmë ne se mund binë. Kube, njëra e kuqe kurse tjetra e kaltërt. Numrat që bien në anën e sipërme i mbledhen, pra ta shijojmë. Nuk i shënojmë numrat, por i shënojmë shumën e tyre që duken. Nën A, paraqiti të gjitha ngjarjet e mundshme në tabelën e ngjarjeve. Nën B, përmes tabelës së ngjarjeve përcakto gjasën për të fituar. 1. Shuma e barabartë me 3. 2. Shuma e barabartë me 12 dhe detyra e tretë, shuma më e madhe se 6. Tash, së pari po paraqesim tabelën e ngjarjeve. Për arsye se nga tabela e ngjarjeve do t'i kërkojmë pastaj këta kërkesat e detyrës nën B. Ja tabela e ngjarjeve, t'ja pak sqarime.
është detyra njëjtë sikurse detyra paraprake, mirë po tash këtu, çka bëjmë? I mbledhim numrat. Pra, i kaltërt i ka ra 1, i kuq i ka ra 1, 1 plus 1 bëjnë 2. I kaltërt i ka ra 1, i kuq i 2, 1 plus 2, 3. I kaltërt i ka ra 1, i kuq i ka ra 4, 1 plus 4, 5. I kaltërt i ka ra 1, i kuq i ka ra 6, 1 plus 6, 7. Shkojmë atutje. Nëse kubi i kuq ka ra 2, i kaltërt i 1, 2 plus 1, 3. Nëse kubi i kuq dhe i kaltërt kanë qenë të dytë, me numra 2, 2 plus 2 bëjnë 4. E kështu me radhë. Edhe këtu, në paraqiten gjithsej 36 mundësi. 36 mundësi. Ja e kryetëm apo e bëm detyrën në A. Paraqitni të gjitha ngjarjet e mundshme në tabelën e ngjarjeve. Ja i paraqitëm. Ngjarje tjera nuk ka. Ngjarje tjera nuk ka. Pra të gjitha këto janë 36. Dhe shuma fillon prej 2 më e vogla, nuk mund të jetë 1 sepse nuk ka një kur faqen 0. Pra më e vogla është 2, shuma më e vogla është 2, ndërsa shuma më e madhe është 12. Shuma më e madhe është 12. E tash, shqo, pyetja është nën B. Shuma e barabartë me 3. Shihni sa raste kemi. Kërkohet të përcaktohet gjasa, po. E numrave që gjasa për të ra shuma 3. I numrojmë sa kemi këtu. E kemi një treshë këtu, edhe treshi tjetër është, ja këtu. 2 tresha. Po njësojmë gjasën. E tash, shigjoni, P, mbali me një, e kemi shënuar gjasën, po tash do thot dikush, po pse gjasën nuk kemi shënuar me G, po me P. P quhet probabilitet, dhe kështu e shënojmë të gjithë rruzullit toksor. Probabiliteti, gjasa apo mundësia për të ndodhur diçka. P, në klapa, shuma e barabartë me 3. Do me thënë kishim 2 ngjarje, që kishte shuma e barabartë me 3. Atë çka bëjmë? 2 të 36, sepse ishin gjithsej 36 mundësi. Në qoftë se thjeshtojmë këtë thyes me 2, do të fitojmë 1 të 18. Do të thotë, gjasa apo probabiliteti për të ra shuma e barabartë me 3 është 1 të 18. Çka i bie kjo 1 të 18? Në 18 hudhje, po sërisim prapë këtu, hudhje ferr, një prej tyre do të jetë me shumën e numrave 3. Vazhdojmë atutje, detyra nën B. Shuma apo probabiliteti i shumës së barabartë me 12. Probabiliteti i shumës së barabartë. E tash, kërkojmë tash këtu në tabel, ku kemi numrin 12? 12. Ja, 12 që kemi vetëm këtu. Do thotë, kemi vetëm një mundësi, apo një gjasë. 1 të 36. Do thotë, për të na ra numri 12, probabiliteti qenka më i vogël se sa për të na ra shuma 3. E tash, kisha një pyetje shtesë këtu. Kemi këtu 2 probabilitete të barabarta, më të voglat. Kush janë ata? Për të na ra shuma 2, kemi vetëm një rast që i bie të jetë 1/36, dhe për të na ra shuma 12, kemi vetëm një rast që është 1/36. Probabiliteti për të ra numri 3 dhe probabiliteti për të ra numri 11 janë të barabarta. Probabiliteti për të ra numri 4, shuma 4, pra shqo është e barabartë me probabilitetin për të na ra numri 10. E kështu me radhë. E tash, në detyrë kërkohet, detyra 3, shuma më e madhe se 6. Shuma më e madhe se 6. Kur themi këtu shuma më e madhe se 6, do të thonë kemi numrat 7, 8, 9, 10, 11. Numrojmë 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 sha kemi 5, 11. 9 sha kemi 4, 15. 10 sha kemi 3, 18. 11 sha kemi
2, 20, edhe një 12 që kemi, një 12 që bëjnë 21. Do me thonë kemi probabiliteti që shuma tjetë më e madhe se 6, është e barabart me 21 të 36. Po që se thjeshtojmë këtë thyes me 3, çka do fitojmë? 21 pjesëtim për 3, 7, dhe 36 pjesëtim për 3, 12. Atësh, cila shumë ka gjasë më të madhe? Cila shumë ka gjasë më të madhe? Po e vëreni se gjasë më të madhe ka shuma e numri 7. Kemi 2, 4, 6. Ma e madhja 6. 6 të 36, që është e barabart me 1 të 6. Për detyrë shtëpie, ju do të keni në faqen 273 ta punoni detyrën numër 3, duke u bazuar mbi këta dy shembuj të cilët unë kam punuar me ju së bashku. Ky ishte mësimi i sotshëm. Deri në takimin e radhës, uroj që t'jeni shëndosh, e mirë, ju dhe familjet e juaja. Miru takofshim që në orën e ardhshme.